Sot nisim për udhëtim 3 ditor për të eksploruar Hamburgun. Me biletin tim të Berlinit, udhëtimin me tren për në Hamburg, ishte falas. Ku jemi në? Në Hamburg! Metro. Nuk ka tram në këtë qytet, por ka një metro. Ky është hoteli ynë dhe këtu është Lidl. Restoranti I cili ndodhet afër hotelit është një restorant grek, kuzhina gjermane, ndoshta jo sot. Beftë e mirë. Sa kushton? 12 euro. Fruta dhe perime në tregu. Ja, blet I vogël. Ky lagja ku jetojmë është shumë e qetë. Në përgjithësi, do t'ju them se ndihemi sigurt në këtë qytet. Në Gjermani kjo nuk është standarde. Sa bukur. Mars në Gjermani. Jemi brenda në hotel. Sa kushton hotel në Hamburg? 100 euro. Një natë. Hamburgu është një qytet në veri të Gjermanisë. Ai është gjithashtu porti më I madh I këtij vendi. Është qyteti I dytë për nga madhësia, pas Berlinit. Dhe qyteti I 6 në Bashkimin Evropian, apo 8 në Bashkimin Evropian. Hamburgu është edhe njëri prej 16 landeve të Gjermanisë. Hamburgu është një qendër e madhe e transportit dhe është një nga qytetet më të pasura në Europë. Në Hamburg shoh shumë lesbike, shumë. Luan. Ndërtesa e bashkisë së Hamburgut, selja e qeverisë. Shumë njerëz po shtesin tani. Është premte. Lumi I Elbes kalon përmes tij. Hamburgu quhet shpesh qyteti I urave, për shkak të kanaleve dhe urave të shumta. Sa ura ka këtu? Këtu ka më shumë ura se sa në Venecia, Londër ose Amsterdam. Rreth 2500. Ky është qyteti më detar që nuk ndodhet në det. Shumë shishme. Pink superfood latte. Tort me djath. Cappuccino. Është në Sërmja dhe ne po ham mëngjesin në hotel. Unë po bëj akullore. Tu mund të skuqni vetëm pullat, pancake. Tu mund të porositesh pizza. Gjithë pizzën? Prit 4 minutën. Qytetari I vërtet po kërkon kafe I vërtet në Hamburg. Si unë. Ata po ndërtojnë në ujë. Shiko. Ska. Vol që po afrohet bashka. Tu kanë qenë disa të dashuruar. Njerëz të pasur. Ha. E smoothie, këto 8 euro e 60 cent. Shikoni, sa port I madh.
San Diego. Anija më e madhe civile muze në botë. Ahoj. Një e vërtet. Traget. Tani jemi poshtë kuvërtës së Anijës. Njerëzit lënë makina dhe produkte ushqimore këtu. A e dini se çfarë është kjo? Ky është pambuk. Kështu transportohet pambuku me Anije. Fuqi me, kjo është si tip rum, Amontillado, kjo është fuqi whisky, fuqi druri me whisky, fuqi druri me ver, si ver e bardhë. Sa i but është ky pambuk. Transporti i pambukut. Makina. I'm sorry, por nuk kam qenë kur me parë në një Anije kaq të madhe, jam emocionuar. Këto janë dhomat në Anije. Nie, dhoma gjumi. Kjo është një lloj dhome ngrënjeje, por edhe një bar. Piscina. Këto dhoma janë interesante, është e gjitha origjinale. Më kujtohet dhomat e motoreve të Anije nga filmi Titaniku. E makinerisë. Si funksionon? Lavanderi. Ftoj brenda. Kjo është filharmonia. Mirëmëngjesi. Kjo është dita e fundit në Hamburg. Andiamo a